Ju jeni shejtan dhe ne japim llogari vetëm Zotit. Kjo ka qenë vetmja deklaratë e 2 personave të arrestuar nga policia e Shkodrës për armët e gjetura në banesën e fshatit Orosh të Pukës, ku grupi hetimor ka dyshimet e forta se të dy janë të indoktrinuar me prirje terroriste. Duke thënë se nuk e njohim shtetin dhe as ligjet e vendit, por vetëm fjalën e Zotit, Uka dhe Cumraku kanë refuzuar të japin dëshminë për të sqaruar lidhje që mund të kenë me grupe terroriste jashtë vendit apo për faktin se ku i kanë gjetur armët. Sa i takon armëve të zjarrit, është ende mister për policinë dhe antiterrorin se si ata kanë arritur që t'i sigurojnë, pasi asnjë prej tyre nuk figuron i punësuar për të siguruar të ardhura, aq më tepër për të blerë municione dhe armë zjarri, ndaj hetuesit kanë bindje të forta se Uka dhe Cumraku janë ndihmuar nga persona të tjerë. Ata kishin 2 muaj që ishin shpërngulur në Orosh të Pukës, pikërisht në banesën ku qëndruan të izoluar për më shumë se 12 orë, ndërkohë që Renea i kishte rrethuar. Më herët ata kanë jetuar me qira në një dhomë në afërsitë të Kamzës, ambient ku është kontrolluar nga policia por nuk kanë gjetur armë. Një tjetër pikë e rëndësishme për hetimet është dhe personi i tretë në rrethin e ngushtë të 2 të arrestuarve. Kjo është zbuluar në bazë të dëshmive të banorëve të zonës. Ata kanë thënë se shpeshherë kanë parë në shoqërinë e 2 të arrestuarve një tjetër person me flokë të gjata. Brenda banesës së braktisur që i përkiste familjes së Julian Cumrakut, u gjetën armë zjarri, lëndë shpërthyese, municione luftarake si dhe flamuri ISIS. Madje në banesë është gjetur dhe një grop afro 2 metra, që rezulton e hapur kohët e fundit dhe dyshohet se mund të përdorej si magazin për armatime. Erzen Uka ish komando i dënuar më parë për nxitjet e terrorizmit, si dhe Julian Cumraku gjithashtu i dënuar më përpara. Pritet që të dalin për të njohur me masën e sigurisë në gjykatën e Shkodrës, ku ndaj tyre rëndojnë 4 akuza: nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste, prodhimi i armëve luftarake, kundërshtimi punonjësit të policisë, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese. Uka mëngjesin e kësaj të mërkurë është dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës për mjekimin e një plagë në këmbë.